me bekimin e Edi Ramës dhe me kujdesin e tij të veçantë, po ndërtohet këto ditë pa leje, ditën për diell dhe në sytë e të gjithëve. Ka raportime për themele që hidhen dhe tulla që vihen pa leje, nga bregu i jugut deri në Shkodër. Këto janë sarajat e miqve dhe klientelës e Edi Ramës. Këto shembje selektive e korruptive të ndërtimeve dhe ndërtimet pa leje, që po mbinë si kërpudha qeveritare lartë e poshtë, vazhdojnë edhe tani që propaganda e kryeministrit për territorin arrin kulmin. Propaganda e tij mashtruese bëhet shqetësuese kur ndodh në sytë e policisë së shtetit, e cila thirrhet në armë për interesat klienteliste të kryeministrit me territorin, ndërkohë që krimi po shtang çdo ditë qytetarët, kur aksidentet po marrin jetë njerëzish, kur vjedhjet e grabitjet me dhunë nuk ndalen e nuk ndalen. Shqiptarët po jetojnë çdo ditë realitetin kur qeveria dhe inuku i saj dhunojnë dhe sillen arbitrarisht me pronën. Shkelin ligjin dhe shtypin qytetarët, lejojnë miqtë e tyre të kamen dhe në të njëjtën kohë tregojnë të pamëshirshëm me të pamundrit, me ata që nuk kanë fije me oligarkinë. Shqiptarët po jetojnë çdo ditë realitetin e përkeqësimit të rendit dhe pasigurisë publike. Çdo kush e kupton se vetëm Edi Rama, Ilir Meta e Koçokogdhima dhe oligarkia e tyre jetojnë në realitetin virtual të propagandës qeveritare. Propagandë që refuzohet të hidhet në kosh nga çdo shqiptar.